أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين قال الله تبارك وتعالى في كتاب الكريم بعد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق Allahu al-Azim. Të gjitha falënderimet, lavdatat, meritat më kulmore i takojnë vetëm Allahut, krijuesit të gjithësisë, atë e falenderojmë, prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Dërgojmë salavate për njeriu më të përgjedhur, për Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, për familjen e tij, shokët e tij dhe mbar besimtarët të cilët pasuan dhe trason rrugën e tij deri në ditën e fundit, ditën kur do dalmi gjithë para Allahut fuqiplot. Të dashur shikues, fillimisht ju përshëndes me përshëndetjen e banorëve të xhenetit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja dhe mëshira Allahu qoftë për ju dhe për mbar besimtarët të cilët gjithmonë janë në ujdi dhe janë në urdhëresat e Allahu xhaleshanuhu. Nuk ka dyshim se jemi në muajin e bekuar të Ramazanit dhe muaji i bekuar i Ramazanit është një nga begatit më të mëdhaja për besimtarin, veçanti për atë të cilën synon xhenetin e tij që ta arrijë përmes Ramazanit. Andaj siç dihet se Ramazani është një ndër shkollat më të privilegjuara tek Allahu xhalla xhelaluhu dhe është një ndër shkollat të cilët besimtari kur asnjëherë në jetën e tij nuk do të jetë pishman nëse hyn në këtë shkollë dhe njëkohësisht i merr vlerat e kësaj shkolle. Që do të thotë se Ramazani si shkollë në vete neve na mëson që të jemi prej atyre besimtarve të jemi të devotshëm tek Allahu xhalla xhelaluhu ve xhaleshanuhu. Për atë arsye Allahu në Kur'anin famlar thot: "Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun." Allahu xhaleshanuhu kur tregon për obligueshmërinë e agjerimit, na ka treguar në fund të këtij ajetit se besimtari përmes muajit të bekuar të Ramazanit duhet të arrijë apo një nga qëllimet e tij primare të jetë devotshmëria tek Allahu xhalla xhelaluhu ve xhaleshanuhu. Andaj besimtari nuk duhet asnjëherë ta humb këtë mundësi, veçanti në muajin e bekuar të Ramazanit. Prandaj themi me plot kuptimin e fjalës, një nga shkollat që njeriu kur në jetën e tij nuk do të jetë pishman për atë të cilën hyn në Ramazan dhe del prej Ramazanit, nga se është mundësi e artë që besimtari të hyn me gjunahet e tij, por dhe të përfundoj Ramazanin duke e fal Allahu xhalla xhelaluhu ve xhaleshanuhu. Si shkollë tjetër në Ramazan të dashur vëllezër besimtar, nuk ka dyshim se është edhe sabri apo durimi. Njeriu për Allahun xhaleshanuhu abstenon prej hajes dhe ushqimit, abstenon prej gjërave të cilat Allahu xhaleshanuhu i ka ndaluar, dhe njeriu e kap një nga mesazhet shumë fuqishme të Ramazanit në këtë shkollë, se Allahu kur urdhëron diçka për ndalesë, besimtari ndalohet, dhe kur urdhëron diçka që të veprohet, besimtari mund të arrijë përmes të muajit të bekuar të Ramazanit. Prandaj pejgamberi ynë i dashur Muhamedi alayhi salam thotë se agjerimi është mburoj për besimtarin. Është mburoj se të mëson dhe të përgatit që të largohesh brenda një kohe të cilën e kemi ndalimin në sufir dhe hapjen apo qelen në iftar. Kjo është një mundësi e artë që besimtari të arrijë muajin e bekuar të Ramazanit, të paktën në ndalesat apo urdhëresat të cilat Allahu xhalla xhelaluhu ve xhaleshanuhu na ka dhënë si harix apo begati. Dhe mund themi se ka shumë mësimet, apo në këtë shkollë ka shumë mësime që besimtari mund të mësoj. Një nga ato është edhe leximi në veçanti fjalës së Allahu xhaleshanuhu. Muaji i bekuar i Ramazanit është muaji në të cilën zbriti Kur'ani, vëllezër të ndershëm besimtar. Allahu xhalla xhelaluhu ve xhaleshanuhu thot: "Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran." Ne kemi zbritur Kur'anin në muajin e bekuar të Ramazanit. Edhe kështu që ne Allahu xhaleshanuhu që na tregon se ne në këtë muaj duhet të jemi të kujdesshëm në maksimum që të arrijmë mirësinë e leximit të Kuranit famullar, të arrijmë vlerat e Kuranit famullar,
të arrim dhe të bëm një nga ato që Allahu xhaleshanhu na mësoi se zbritja apo fjala e parë kuranore ishte Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lexon në emrin e Zotit tënd. E agjerimi si shkollë neve na mëson që të mësojmë, na mëson se si të mësojmë, na mëson se në emrin e kujt të mësojmë. Prandaj kjo shkollë është një nga shkollat shumë të begatshme që besimtari nuk duhet ta humbë këtë shans, këtë mundësi. Andaj si mësim i fundit që ne po interpretojmë brenda kësaj ligjërate të shkurt e kemi edhe lutjen apo duan. Allahu Gjelle Gjelalu wa Gjelle Shanhu në Kur'anin famlart në surët al-Baqara na është drejtu duke thënë wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wat ad-da'i idha da'an. Allahu Gjelle Gjelalu wa Gjelle Shanhu kërkon nga ana e tij që ne t'i lutmi atij, duke thënë ujibu da'wat ad-da'i idha da'an. A ka kush që lutet tek Allahu Gjeleshanhu, Allahu Gjeleshanhu ta pranon lutjen. Të dashur vëllezër besimtar, nuk ka dyshim se kjo shkollë është një nga shkollat të cilet besimtari duhet të mendoj shumë për të arritur këtë shkollë, për të hyrë në këtë shkollë dhe për të dalë prej kësaj shkolle, sikur një nxënës i vëmendshëm gjithmonë bën para përgatitjen e tij, bën llogarinë e tij gjatë shkollimit dhe bën llogarinë e tij në përfundimin e shkollimit. Andaj dhe ne shpresojmë tek i Madhi Zot që Allahu të na begatoj me shpërblimet e tija që ne ta fitojmë kënaqësinë dhe razien e Allahut përmes shkollës së agjerimit. Allahu ju nderoft. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.